Monedha zyrtare e Shqipërisë pasi vendi të bëhet antar me të drejtat plota në Bashkimin Evropian do të jetë euro. Ky është një nga parashikimet e projektligjit të ri për Bankën e Shqipërisë, i cili është hedhur për konsultim publik dhe përcakton kuadrin ligjor që do të zbatohet në vendit në Eurozonë. Ky parashikim ligjor vjen në një kohë që euro vijon të jetë monedha më e përdorur në ekonominë shqiptare si në transaksionet e përditshme, ashtu edhe në kredi, depozita dhe në sektorin e pasurive të paluajtshme. Kapitulli 15 i projektligjit përcakton rregullat për qarkullimin e euros, emetimin e saj dhe administrimin e rezervave valutore, ndërsa Banka e Shqipërisë do të harmonizojë funksionimin e saj me standardet e Bankës Qendrore Evropiane. Njësia monetare në Republikën e Shqipërisë do të jetë euro. Banka e Shqipërisë do të fusë në qarkullim kartmonedhat dhe monedhat euro. Banka e Shqipërisë përcakton dizajnin e monedhave që emeton në përputhje me rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian, thuhet mes të tjerash në projektligj. Ndryshime parashikohen edhe në mënyrën e administrimit të rezervës valutore. Sipas projektligjit, pas hyrjes në fuqi të euros si monedhë kombëtare, Banka e Shqipërisë do të veprojë sipas kuadrit rregullator të Bashkimit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane. Pas prezantimit e euros si monedhe Republikës së Shqipërisë, Banka e Shqipërisë do të mbajë dhe administrojë rezervat valutore në përputhje me traktatin mbi funksionimin e Bashkimit Evropian, statutin e sistemit evropian të bankave qendrore dhe Bankës Qendrore Evropiane, si dhe aktet e Bankës Qendrore Evropiane dhe rregulloret e Bashkimit Evropian, thuhet në nenin 94 të projektligjit. Aktualisht euro është monedha zyrtare në 21 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Çekia, Hungaria, Polonia, Rumania, Suedia dhe Danimarka janë vendet që ende nuk e kanë adoptuar atë.